Këshilli i Qarkut të Korçës është fituesi një projekti me anë të cilit me fondet e Bashkimit Evropian do të përfitohen 2 autobusë elektrik, të cilët do të ofrojnë shërbim për qytetarët pas përfundimit të orarit të linjave aktuale të licencuara në itineraret Korçë-Maliq dhe Korçë-Devoll dhe Anasjelltas. Përfitues të këtij projekti do të jenë qytetarët apo studentët, të cilët pas orës 16 e kanë pasur të vështirë të qarkullojnë për të plotësuar nevojat e tyre. Ne jemi fitues të një projekti nëpërmjet cilit ne do të përfitojmë 2 autobusa. Dhe këta 2 autobusa ne kemi folur me kryetarët e bashkive të Korçës, të Devollit dhe të Maliqit, pasi këta 2 autobusa do punojnë këto 2 linja. Pra do jenë, të themi, green, do jenë elektrikë, do vendosen 3 karikus apo 3 charger në pjesën e bashkisë të Korçës, të Maliqit dhe të Devollit, dhe këta do të funksionojnë mbas përfundimit të linjave, të themi, zyrtare apo të licencuara, dhe do të shërbejnë për të mbuluar, si thuash, atë pjesë të transportit e cila i mungonte këtyre 2 segmenteve, pra segmentit Korçë-Devoll dhe Korçë-Maliq dhe Anasjelltas, në orët përtej mbarimit të linjave, të themi, të licencuara. Gjatë paradites mendohet që këto 2 autobus të përdoren edhe për qëllime turistike, duke kryer linjat e fshatrave turistik të Voskopojës, Dardhës apo Pustecit. Kjo risi mendohet të zgjerohet edhe mëtej në të ardhmen për t'u bashkuar edhe trendit të kohës për përdorimin e mjeteve elektrike, të cilat janë miqësore me mjedisin.